Mirjana Kuka. Një emër që më shëron klas, pasion dhe vizion. Ju keni nisur biznesin në fakt atëherë kur të bërit biznes nuk kërkonte vetëm kapital, por kërkonte shumë guxim. Dhe aq më tepër nga një grua. Mirë se erdhe, Mirjan. Kënaqësi të të kem në Food Lovers. Shumë kënaqësi që më bëre pjesë të podcastit të Food Lovers, sepse e pranova me shumë kënaqësi ftesën nga ana juaj, pasi kur dëgjon Food Lovers, unë më një herë bëhem shumë e ndjeshme sepse futem në botën që e kam dashuruar prej kaq vitesh, siç edhe juve e thatë. Në botën që ti nuk e sheh dot veten jashtë saj. E kam dashuruar. Nuk ka mënyrë tjetër në fakt. Është kryefjala, besoj për këto që ka sukses. Në mënyrë absolute. Kur zgjodha të bëj këtë podcast, kisha në mendje disa emra, disa figura që unë mbase i kam parë dhe jam rritur me mënyrën dhe manën e tyre profesionale. Dhe sa herë pra më vjen në mendje një zonjë me sharm, me klasë, dhe këtë e them, e kam shumë të sinqert. Më asociohet me Mirjanën, një zonjë që ka investuar prej shumë vitesh dhe në fakt i ka dhënë kuptim sektorit të hotelerisë. Të bëj hoteleri në vitet që ju keni hyrë në këtë sektor, besoj ka qenë një ndër gjërat më të jashtëzakonshme dhe ta bësh në një mënyrë profesionale. E vërtet. Të gjithë jemi dëshmitar të mënyrës se si ndruan sistemet, se si të gjithë u futën atë garën e vrapit, se cili u gjend diku, kështu edhe familja ime, prindtë e mi, punonin në tregti, për fatin e fëmijëve të tyre, ata gjeneronin një situatë financiare shumë të mirë, do thoja, në vitet 90. Hapat që hodhën, babai im, mund ta them, është çam, dhe për çamët kemi dëgjuar që janë shumë shpirt tregtarësh dhe në familjen tonë ai është palosi më së miri këtë gjë, ndër të vetmit, të parët, ai dhe shumë të tjerë që ishin në rrethin ton familjar filluan të merreshin me tregti. Ngjarjet ndrodhen njëra pas tjetrës dhe çuan në ndërtimin e një hoteli, se nuk jemi këtu për të bërë historira si nisi. Unë nuk kam qenë pjesë e iniciativës së ndërtimit të hotelit, them drejtën, sepse në vitet 90 dhe 93 mua mbekoi Zoti, më bëri nën 2 herë, kështu që nuk isha pjesë e fillimit të hedhjes së hapave për vrarjen e mendjes, për gjetjen e vendit, etj, siç janë të gjitha procedurat sot që dihet se si ndodhin. Por di që kur u përfshiva si vajza e familjes që nisi rrugtimin me një biznes në fushën e hotelerisë, ishte diçka vërtet, mund të them, e virgjër. Askush nuk dinte në familjen tonë çfarë është hoteleria, por tash që ngjarjet rodhen në mënyrë të tillë. Po në fakt jo vetëm në familjen tuaj, ishte pa eksploruar në mënyrë absolute. Ishte fare pa eksploruar, po meqë po flasim për mënyrën si u gjendëm neve në këtë, ne ishim asgjë, nuk dinim asgjë për këtë gjë. Ama dinim një gjë shumë të madhe, shumë të bukur, që dinim punonim, e donim punën. Unë mund të them me shumë respekt, me mirënjohje të thellë, e thash tani në fillim, do ta them në fund, do ta them deri në frymën e fundit. Faleminderit Zotit që i ngjaj atyre prindërve që ishin shumë punëtar. I adhuroj për ata që ishin, meqense nuk janë më në këtë jetë, por i adhuroj për modelin e bukur që kanë përcjell tek mua për të qenë një njeri punëtar, sepse vetmja mënyrë për të jetuar me dinjitet është vendosësh të jetosh duke punuar. Ti kthehemi përsëri, sepse bëra një digjitur të përmbledhjes se si mund t'ja arrish për të bërë edhe në kushte ku nuk di se çfarë është ai një sektor i caktuar për të bërë punë, për të bërë një biznes. Ne nuk dinim asgjë, siç thash, edhe babai im, edhe vllai im që nisën rrugtimin, nuk dinin asgjë rreth kësaj gjëje, por jeta dhe dëshira, pasioni po i mësonin gradualisht. Dhe unë si vajza e familjes u përfshiva. Vitet më pas më mësuan dhe
e mësova, i dhash, më dha emrin Mirjana e diplomatit, që më së shumti më njojtën në Ai u bën mbi emri yt. U bën mbi emri im. E kam dashuruar si punë. Jam shumë e lumtur që Zoti më takoi me një punë si hoteleria, sepse vërtet kuptova që të gjitha pasionet e mia gjetën mënyrën e bukur për të shpalosur. Unë ndava gjithçka timen përmes hotelerisë, sepse unë në pasionet e mia kam edhe interiorin, e dua shumë. E reflekton. Faleminderit. Dhe mund të them që e bukura vjen përmes pjatës, përmes frymës që ndërton. Sot ne mund të flasim me një fjalor shumë më të pasur rreth të bërit investim në fushën e industrisë së mikpritjes, sepse është tjetër konceptim që kur fillon ta mendosh rreth location, rreth frymës që do të ndërtosh, nevojës që kërkon tregu, tipologjisë së ushqimit që duhet sjellësh, pra është e gjitha paketë. Po flasim që Mirjana u edukua ndoshta nga nevoja. Si unë, besoj se kanë qenë të tërë, por faleminderit Zotit që unë dita ta bëj. Sigurisht, ne punuam si ekip. Dita ta përkthesh ato nevojë në një koncept totalisht të ri. Mund të them që për fillimet, për fatin e mirë kishim fatin që udhtonim jashtë me pushime dhe unë isha një hajdute e mirë, një spëngjer që çfarëdo që shikoja e sillja për ta përmirësuar dhe për ta bërë akoma dhe më të veçantë produktin, se në fundit kur ke një biznes në këtë industri, ti bëhesh shumë i kërkuar në çdo industri. Në qoftë se ti nuk kërkon që produkti yt të jetë i kërkuar nga konsumatori, gradualisht nuk e kupton nga të vjen e keqja, po fillon dhe zbehesh dhe nuk e ka mendjen tek produkti yt askush. Në fund të fundit, njësitë hoteliere janë produkte që ndërtohen me një frymë të caktuar, i japin dimensionin, unë besoj se ja kam dhënë ato dimension ndër vite, sigurisht që ka shumë mirë, shumë më mirë, por them që filozofia ime ka qenë që ta përsos vazhdimisht. E kam dashuruar si punë, e kam thënë dhe dalë më së miri ta përsosësh. Faleminderit. Se në fund të fundit ai që i vë vulën e cilësisë gjithkujt nga neve është klienti. Kështu që unë e kam patur si slogan, dua të them, në lidhje me pasionet e mia edhe me stafin, që është pa diskutim i thoja, është kryefjalë stafi që ti të ndërtosh një urë shumë të fortë mes filozofisë tënde dhe stafit, të shkojmë tek klienti me të njëjtën mendje dhe punonim shumë për të sjellë, për të brymosur atë që ne mendonim tek stafi, për ta brymosur me këtë mendim që klienti është oksigjen. Mos e harroni kurrë, thoja, klienti është oksigjen. E kam patur kryefjalë gjatë gjithë historisë sa kohë që kam qenë administratore dhe drejtuese e njësive hoteliere diplomat. Dhe jam shumë e lumtur për stafet që kam patur, gjej rastin që t'i falenderoj të gjithë ato që kanë qenë pjesë e ekipeve tona. Ndoshta kemi ditur t'i gjejmë, ndoshta kemi ditur t'i trajnojmë, por kanë qenë vërtet njerëz të mrekullueshëm dhe them që stafi është përsëri një pikë shumë e fortë strategjike për të patur një sukses në një fushë të caktuar, siç po flasim tani për bizneset tona që kemi drejtuar prej shumë vite. Por mendoj që në këtë rast stafi ka bërë një akademi tek ju. Kur ti e shikon stafin që ka kaluar nga ju, ti e kupton që nëse ka punuar me Mirjanën, pra ka një vulë cilësie aty. Në fakt më vjen shumë mirë kur e dëgjoj shpesh nga biseda sporadike, rastësisht mund të gjendesh diku dhe më kanë thënë kamarier ose zonja të pastrimit,
që unë kam punuar tek ty dhe e vlerësoj shumë që kam punuar sepse për mua ka qenë një pasaport që të punoja filan vend, të merresha të konsiderohesha ke punuar atje dhe konsiderohesha një staf i kualifikuar dhe përpasoj dhe me një rrogë shumë më të mirë. Kjo sigurisht më bën të ndjehem mirë sepse në fundit na kanë dhënë dhe i kemi dhënë kulturë pune. Dëgjoj, është shumë e rëndësishme që ta ndjesh. Unë e kam ndjer punën, unë e kam dashuruar punën dhe vazhdoj ta dashuroj në çdo milimetër të jetës time. E dashuroj në punë shtëpie, e dashuroj në një përgjegjësi që m'japin. Unë e dua shumë punën dhe them, jo unë, po kushdo, kush e dashuron punën, ka fryte të mrekullueshme. Nuk e shikoj për sasi, unë e shikoj për cilësi punën dhe kush e shikon të tillë. Shikon për kënaqësinë që merr nga ajo që bën. Dëgjoj, nuk është me të thënë. Është me të dhënë. Është me të dhënë. Unë e kam patur me të dhënë. Prandaj thash që në fillim të bashkëbisedimit që falenderoj shumë Zotin që kam pas dy prindër që më kanë edukuar shumë me frymën për të dashur punën. Mendoj se jam një produkt i mirë i tyre. Jam shumë falenderuese, sinqerisht gjithë jetën kam qenë, jam dhe do të jem. Nuk e di sepse e lidh qënësinë time me edukimin që kam marrë prej tyre. Është e pashmangshme. Është e pashmangshme. Në mënyrë. Mendoj që kjo është edhe mirënjohja në fundit tek secili prej nesh është cilësi jashtëzakonisht e vyer. Edhe domosdoshme për të ndjer. Ti je mirënjohëse nga ke ardhur dhe çfarë ti ke marrë, çfarë ti je, është vërtet shumë vlerë. Është vlerë në një lloj konfirmimit asaj çfarë ti e bër. Tani, se çfarë jemi bër është ai që na ka vlerësuar. Unë jam shumë falenderuese të gjithë atyre që na kanë përzgjedhur ndër vite. Mbaj mend që rezervoheshte shumë kohë përpara që të bëja një fest familjare të tipit ceremoni martese, fejese, ditëlindje. Këto ishin atëherë të zakonshme për neve. Por sot kur i kujtoj dhe mund të them që unë kam shumë qytetar, ish klient të miq që i kam shumë miq dhe që ndajmë sot në rrjetet sociale shumë copza nga ajo kohë. Po, madje kur arsye biznesi kur shitëm diplomatin, më kanë thënë shumë mikesha, po ti na prishe shumë punë, Mirjana, ku do bëjmë 8 marsin, ku do bëjmë ditëlindjen, ku do bëjmë këtë, ku do bëjmë atë. Sigurisht ne e bëm për arsye të forta sepse biznesi është gjithmonë kryefjalë. Kur don të bësh vepra më të bukura. Biznesi do të nuhatjen për të vazhduar përpara në forma më avangarde. Ka marrë dhe dimensione të tjera, nuk ka mbetur më në dimension familjar, është kthyer është shndruar në një kompani. Por unë jam shumë e lumtur më shumë tani që ndaj me shumë mikesha, kujtime shumë të bukura të kujtohet kur bëhesh te kjo, sidomos festat të kujtohen me shumë nostalgji. Dhe kjo në fakt më bën jashtëzakonisht mirë për çfarë ka ndodhur dikur me biznesin, me rrugtimin dhe sigurisht më bën akoma dhe më mirë që është një histori e bukur e familjes dhe më vjen shumë mirë akoma që po e trashëgojnë dhe që djemtë e mi janë përfshirë kaq shumë dhe kaq në mënyrë profesionale, kanë bërë, mund ta them me shumë modesti, shumë herë më bukur se sa mua, shumë herë më profesionalisht. Ata i janë afruar konsumatorit me produkte të ndryshme, tregut të mikpritjes. Ata kanë marrë gjithçka nga ty dhe kanë transmetuar në mënyrën e tyre. Po, besoj patjetër që familja është kryefjalë, këtë nuk mund ta mohojmë sepse kush e mohon bën gabim shumë të madh, mendoj unë, në lidhje me ngavjen. Unë i respektoj shumë të dy dhe Fabianin dhe Gerin që zgjodhën këtë rrugtim, paçka që ata u formuan jashtë për degë të tjera. Por fati e deshi që historia të vazhdonte.
Dhe ku ka më bukur. Fati e deshi që historia të vazhdonte dhe kjo sigurisht më bën edhe mamas shumë të lumtur. Kush është nënë e kupton shumë mirë. Edhe si grua në biznes, që tashmë mua ato më kanë shkarkuar nga shumë emocionet forta të punës, sepse tashmë ato drejtojnë dhe menaxhojnë. Unë sigurisht jam pranë tyre për të gjitha idetë e reja që përsëri janë më së shumti të atyre. Unë sigurisht nga eksperienca kam goxha nuhatje, i ndihmoj, i suportoj për sa kohë që ato kanë nevojë. Ti je një këshilltare që ato gjithmonë do të kenë nevojë. Në të dy aspektet, si në atë profesional, si në atë që dëgjon është shumë personal. mirë. Aq më shumë unë nuk është se nuk kam dhënë, i kam dhënë kësaj industrie, por modestisht mund të them që ata janë ndjem që si gjithë rinia tani duhet komplimentohen të gjithë. Gjërat i bëjnë shumë më bukur se që kemi bërë neve dikur. Por dhe ne i bëmë shumë mirë për aq kohë sa po t'i krahasonim me atë çfarë bënin prindrit tanë, ne ishim shumë më mirë. Pra është çështje brezash. Unë them gjithmonë, bëj më të mirën në kushtet që je. Që rëndësi ka se kohë do ndryshojnë, gjeneratat do zhvillohen në forma të tjera, por por përqafosh të renë në çdo etapë. ti ke bërë më të mirën tënde në periudhën që ke qenë dhe vazhdon ta bësh edhe në këtë periudhë. Dhe je shumë avangard në fakt, më lejo ta them. Je shumë avangard. Po thoje pak më përpara që ti nuk ishe në fillimet e diplomatit, po unë mendoj që ti dhe kuptim diplomatit. Doja ta thoja këtë, sido që t'ishte. Për të ardhur pastaj dhe për t'u transformuar në një formë tjetër, shumë më bashkëkohore, siç e the, shumë më të zhvilluar, më të strukturuar në formën e një kompanie, madje korporate. Jo më tej themeluat Revo Hospitality Group. Siç edhe dëgjohet si emër tingëllon i tillë. Unë kam ardhur këtu në fakt me cilësinë e Mirjanës, administratores së shoqërisë diplomat, që siç e thash edhe përsëri e cilësoj dhe e theksoj që jam shumë krenare për punën që kam bërë. Më ka bërë dhe e kam bërë. Dhe për Revo Hospitality Group, unë jam aksionere e kësaj kompanie, sepse tashmë kompania ka një tjetër dimension, nuk është më një biznes familjar. Dhe të gjitha investimet e reja që Revo i ka sjell industrisë së mikpritjes janë filozofi e kompanisë. Mund të them që Geri është një nga ato njerëzit me nuhatje shumë të hollë të kësaj tipologjie biznesi, pra të ushqimit. Ka një intuitë të jashtëzakonshme për produktin dhe kjo ndoshta e them ndoshta për të qenë shumë modeste, i ka bërë dhe restorantet e kësaj kompanie që t'jenë lider në ta reflektojnë ato. Ta reflektojnë. Janë shumë detajist, din çfarë i duhet tregut, din çfarë duhet të bëjnë dhe kjo reflektohet në çka konsumatori shijon, me saltin, me liftin, me katenën Opa, street food, dhe me le distriktin që së fundmi. E kemi bebet vogël se s'ka bërë një vjeç, do të vi një tjetër tip restoranti dhe që do të ketë emrin e mbesës tonë të vetme të familjes, Vesper. Vesper projekt i ri totalisht. Po, është i ri totalisht, më emocionon shumë kur e kujtoj sepse pagëzimi i këtij restoranti me këtë emër vjen si dhuratë nga ana e Gerit për Vesperin. Sa e bukur. Dhuratë për ditëlindjen e parë, ditëlindjen e parë që ne i festuam Vesperit, ai kishte përgatitur një broshurë, dhuratë për vllajën e tij dhe nusen e vllajt për Vesperin ton,
që të sillte në treg një restorant të ri, krejt ndryshe nga restorantet e tjera, për cilin unë nuk do flas sepse s'duhet të nxjerrim sekrete, biles shumë zora. Ajo shumë shpejt do jetë. Duhet. Po, por që është e bukur ta themi, ka qenë një dhuratë që do të ketë një vlerë të jashtëzakonshme. Emocionale për emrin, për mënyrën se si ai u shpik të themi, u mendua nga Geri, dhe me emocionon shumë kur e mendoj gjithë momentin se si mu tregua kutia, çfarë kishte brenda, broshura, shpjegimi rreth të gjitha gërmave të emrit, për çdo gjë kishte gjetur një shpjegim, gjë që më pas do të dali edhe në mediat sociale, Instagram, Facebook, çfarë është Vesper, çfarë do sjelli Vesper. Pra do të jetë një gjë tjetër shumë e bukur. Shumë e bukur dhe shumë unike. Unike për mënyrën se si është ndërtuar, sepse gjithmonë kur shkojmë diku themi hajde shkojmë këtu, se edhe jashtë shtetit kur shkojmë, kur ka një histori mbrapa një emri vendi, restorant ose muze, shkon me kuriozitet shumë të madh. Ajo ja jep vlerën më të madhe. Jep vlerë, dhe besoj se dhe kjo do të jetë një vlerë e shtuar për këtë tip tjetër restoranti. Nuk do flas se çfarë do tregtoj, çfarë do sjellin në produkte. Këto do ta shohim se do ta shikoni, po meqense jemi tek historia e familjes Mirjanës, mund të më falet që e nxora këtë sekret dhe e ndava me ty me shumë kënaqësi, edhe emrin e produktit më të ri, që akoma s'ka dalë, presim që të lindë. Të Revo Group. Të Revo Group për Vesperin. Shumë suksese. Shumë dhe bravo Geri për dhurata kaq të menduara, me të mirë menduara. Me këtë shpjegova pak edhe nuhatin e Gerit në cilësinë e administratorit dhe krijuesit shumë restorantesh që hapen e do të hapen. Unë mund të them diçka tjetër për Revon, që përveç se krijon hap njësi të reja, Revo ka nxjerrë dhe një produkt të ri që ka filluar në fakt si pasojë e kërkesave që kanë shumë investitorë që hapin restorante po nuk i menaxhojnë dot. Revo ka edhe këtë lloj shërbimi që ofron menaxhimin në të gjitha dimensionet, duke e shpëtuar një investim nga falimenti, ose sepse ka dhe forma të reja sot bashkëkohore që mund t'u bëj vetëm investimin dhe menaxhimin ma merrni juve. Revo e kur që një grup të specializuar dhe me historik, pse jo? Siç së fundmi fare, është një restorant ose një beach bar në Green Coast, quhet Sin. Edhe Sini është, le të themi, sepse ne kemi një restorant, Revo ka një restorant në Green Coast, që quhet përsëri është Salti, pije Saltit në Tiranë, në Kosovë gjithashtu në Prishtinë, dhe Sini është produkt i këtij shërbimi tjetër që ofron Revo Hospitality Group. Kështu që problemet e sektorit do t'i kemi të zgjidhura. Të zgjidhura, nuk mund të themi të zgjidhura sepse kjo është një shërbim që i mungon tregut. Gjithë janë fokusuar të bëjnë investime të tilla dhe pastaj kur vjen çështja për ta vënë në punë, varet dhe cili është investimi, sepse janë gjëra që dihet. Kur investimi është i dur, varet edhe se si takohen pastaj investitorët me kompaninë menaxhuese. Momenti kur takohesh, se si çfarë parametrash duhet ketë produkti që unë ta marr në standardin që kompania ta marrë në menaxhim. Domethënë kjo është një gjë tjetër, sigurisht. Ka kritere aty. Po, ka kritere sigurisht që duhet jetë produkti me të gjitha karakteristikat që Revo e merr përsipër për ta menaxhuar. Po që ky është historiku dhe një historik goxha i gjerë për t'u treguar, kështu që ke çfarë tregon Mirjana. Dgjoj. Një nga ato gjëra që po më kujtua tani është
rno për me tregue, është një nga shprehjet që unë adhuroj, kështu që shumë e bukur, shumë e bukur, tamam. Unë jam në një stad tani të drejtën të jetës që nuk është se desha të shkëputesha nga marrëdhëniet me biznesin dhe këtë doja të pyesja si është e pozicionuar Mirjana tani në të gjitha bizneset që grupi ka. Shiko, kompania, sigurisht, koncepti i kompanisë kush e din shumë mirë se si funksionon. Janë të gjitha drejtoritë, blerje, shitje, menaxhim, marketing. E mirë strukturuar. Burime njerëzore. Dhe në disa grupe, unë jam pjesë e grupeve të komunikimit dhe më së shumti mua më vjen për pjesën e dekorit. Kur janë duke u hapur në fillim, më vjen në grup të lutem do vish na ndihmosh për të bërë këtë gjë dhe unë jam aty gjithmonë e gatshme me shumë pasion për ta bërë. Pra, unë jam në të gjitha këto hapjet e reja. Tashmë je kuruesja e imazhit ma merrmendja. Po. Mund të them që jam kuruese. Kuratore. Megjithse me kohë të plot. me kohë plot nuk mund të them, por jam me kohë të plot për sa kohë ti e gjen kohën që ti qarkullosh të gjitha. Mund të them që jam edhe shumë kritizere e shumë situatave që është normale se të gjitha njësitë funksionojnë me drejtor njësish, me të tërë nga eksperienca që kam mbaj një urë shumë të mirë bashkëpunimi, duke i shpalosur dëshirën për t'i ndihmuar, duke i sugjeruar si mund t'jetë edhe më mirë dhe gjithmonë duke i kujtuar që unë nuk vi si pjesë e revës me një mision, por vi si pjesë e një aksionere të kësaj kompanie që e ka bërë këtë mision për jo pak po 30 vite, kështu që dua t'ju shoh në më të mirën tuaj të mundshme. E kam patur dhe e kam gjithmonë në unin tim që të ndërtoj marrëdhënie njerëzore shumë të mira me stafin. Asnjëherë nuk dua të tregoj që unë jam ajo pronarja, nuk më pëlqen fare. Unë gjithmonë kam thënë që jam e punësuar nga klientët. Ju jeni palë. Jemi palë, kështu që nuk e kam parë kurrë dhe më vjen mirë që e shikoj dhe te Fabiani dhe te Geri, që në mënyrë të tillë e kanë raportin me stafin e tyre. E kuptoj e nuhas nga i gjithë ekipi për respektin që marr nga kohë të ndryshme bashkëbisedimi që ndajmë për shumë çka me të gjithë dhe më vjen mirë, mua të paktën kështu më duket, që këta gëzojnë shumë respekt nga stafi dhe unë i shikoj që këta janë miq, janë shok me ta. Pa çka që ka filozofira që nuk duhet të jesh shok me të punësuarin. Duhet të ruan ato balancat. Duhet të ruajnë balancat. Geri shoh që i ruan pak sasi më shumë, por që të dy janë tipa shumë... Besoj që të dy kanë zonë ato vendet që nevojitet, pra balancuar, janë për mashallah, amortizatorët e biznesit. Janë kompensojnë shumë mirë njëri tjetrit për cilësitë që kanë. Në qoftë se njëri prej tyre, Geri, ka aftësinë që ta pikasi shumë bukur të bukurën, mendoj që ka diçka të përbashkët me mua, për ngjyrën, për detajin, është goxha më i ndjeshëm. Fabiani, them drejtën, nuk është kaq detajist sa mund të jetë Geri. Nuk është i vëmendshëm qoftë edhe për gjëra që mund të duken dukshëm që nuk shkojnë. E para ai nuk vuan nga oreksi, është me oreks shumë të mirë. Dhe kjo ndoshta e bën që nuk thon kauturia është kuzhinieri më i mirë. Kështu që Fabi për në këtë drejtim nuk është se është Fabi bën pjesën tjetër, pra prandaj është shumë e bukur në financa pastaj edhe që ka tjetrin. studiuar në Amerikë në një shkollë shumë të mirë në universitetet nga më të mirat në Bentley. Kjo ndoshta dhe e ka edukuar dhe në vijim të kësaj do thoja që kur ka mbaruar Fabi shkollën ka thënë që do ta quaj zhgënjim dhe fëmijën nuk do ta kisha respektuar nëse s'do kem mundësi ta edukoj në Amerikë për
të formuar. Dhe ndoshta dhe kjo gjë ka qenë një arsye më shumë që Fabiani është kaq shumë i strukturuar. Edhe si shenjë gjithmonë Virgjëreshat i shpjegojnë shumë të strukturuar, analitik, të strukturuar, shumë analitik. Madje edhe partnerja ke një virgjëresh të përpara, kështu që shumë bukur. Atëherë e mirë kupton shumë që se si është Virgjëresha, është shumë i strukturuar. Edhe Geri është shumë i strukturuar sigurisht, por siç e thash, janë një dyshe. E them përsëri për mashallah, se në fundit po flasim për një kompani, por po flasim dhe kush e çon përpara kompaninë, se kompania nuk shkon vetë përpara. Janë vërtet një dyshe që e kompensojnë shumë mirë njëri tjetrin. Njëri prodhon ide dhe tjetri i mban nuk të thoja nën kontroll, se që të dy janë. Shumë e bukur mënyra se si janë ndarë rolet. Është vërtet një dyshe shumë e bukur. Dhe njëri ka financa dhe tjetri prodhon, është një të kesh mbi 250, sa kanë shkuar 300, ndoshta të punësuar nuk është gjë e vogël. Është një filozofi që duhet çuar përpara. Ato e kanë ndërtuar dhe duhet dish ta mbash dhe ta shtrëngosh fort dhe ta bësh akoma dhe më të bukur. Një gjë është ta ndërtosh, po pesha më e madhe është ta çosh përpara. Është kollaj ta bësh dhe vështirë ta mbash. Deri tani ata po shpalosin cilësi shumë të mira për çfarë janë duke bërë. Uroj gjithmonë, ja them, në për ditëlindje, në për festa të rëndësishme, me mend në kokë dhe me këmbë në tokë. Është urim nëne që e thot çdo nën për fëmijën e tij. Edhe unë ua them atyre. Duket një fillim i mbar, uroj dhe dëshiroj shumë që të vazhdoj kështu, me këto ritme, me këtë moral në punë, me këtë sjellje njerëzore, sepse me çfarë sot epoka që jetojmë na shpalos, edhe ke frikë. Absolutisht. E ndjen veten me fat kur fëmijët janë të drejtë toksikë, njerëzit shpesh herë humbasin durimin, në fundit të rinj janë të gjithë. Të gjitha moshat sot janë të cënuar nga shumë padrejtësi që ndodhin, por urojmë për këdo që të mos bëhen pjesë e ambienteve toksike dhe të prishen, sepse ti mërzitesh, shfrym të një njeri që s'ta ka fare për borxh, ndalon së funksionuari, nuk don të shohësh para. Kështu që uroj që të vazhdojnë të shohin para dhe çdo gjë që i del rrugës ta dilisin, ta menaxhojnë. Jeta nuk është fushë me lule për askënd, është patjetër një luftë dhe din ta bëjnë vetëm luftëtarët. Kështu që edhe filozofë të mëdhenj dhe shkrimtarë thonë, të paktën dhe kur të vdesi të iki çdo kush nga kjo botë, të iki si luftëtar, të mos iki si frikacak. Unë dëshiroj shumë që ata të jenë aq sa mundet luftëtar në jetën e tyre. Nuk mendoj se duhet jesh fanatik i vetëm një pune. Unë isha fanatik i kësaj pune i këtij biznesi, sepse ndjeja se këtë di ta bëj. Nuk provova të bëj gjë tjetër, ndoshta duhet kisha provuar për interior designer, sepse e shoh që ti e ke gjetur ta bësh për fatin brenda kësaj hapësire, brenda bizneseve tona. E kam shpalosur në misi. Ja ke marrë kënaqësinë edhe të bërit. Ja kam marrë, vazhdoj dhe e bëj me shumë. Unë flas dhe me një lule, domethënë kur e shoh një objekt, e kam shumë të zhvilluar objektin në hapësirë. Ndjesinë e objektit në hapësirë e kam shumë të zhvilluar. Madje po më thoshte një vajzë ka një emër të caktuar në arkitekturë që ta kesh të zhvilluar, por nuk po më vjen tani sepse natyrisht nuk kam studiuar, por në mënyrën time, unë merrem shumë me interiorin. Nuk është gjë
përmes podcastit ndoshta ata që më njohin nga afër e dinë që unë e dashuroj shumë. E kam prekur aty që ti. Unë do them një cilësi. Po gëzuar, se mbaruam me gëzuar. Shumë kënaqësi. Edhe të uroj suksese. Edhe përtej së gjithash, je një mama e lumtur dhe krenare dhe kjo është arritja më e madhe. E vlerësoj shumë të thënë nga ty, sepse edhe për juve eksplorova para se të vija dhe të komplimentoj gjithashtu për çfarë je duke bërë dhe të uroj suksese dhe ti po kaq fort të vazhdosh dhe të mos ndalosh. Falenderoj. Se flasim për cilësi të ndryshme që njëri nga Geri apo Fabi, kush do ishte më perfeksionisti? Perfeksionist në punën në biznesin që ata janë përfshirë është Geri. Por perfeksionist janë të dy në fakt në atë që bëjnë. Kështu që nuk mund të ndaj. Në qoftë se do thoja në krijim produkti, sigurisht që është Geri. Më diplomati është Fabiani. Shiko. Kush më shije halli? Geri. E them kështu, pa u menduar dy herë. Po ti një mirë, kështu që s'ke ç'të mendohesh. Po. Në familje është problem, edhe në biznes, sepse shefja e kuzhinës është një zonë që ka ardhur që nga bashkëpunimi me mua kur bashkëpunonte herët. Po flasim për Drilonën apo jo? Për Drilonën. Cilën e përshëndesim sepse e njoh që herët e dua fort. Drilona është një histori suksesi. Dhe bëj mirë, mund të jap 2 minuta kohë për Drilonën. Sa të kesh dëshirë. Drilona ka filluar Pjata Larsen diplomat. Dhe sot aty ku është. Pra është një histori vërtet. Unë i referohem gjithmonë si një nga ato modelet e suksesit. Është një vajzë që është për të marrë model dhe bashkëshorti i saj është përsëri një mashkull shqiptar për të marrë model që e ka suportuar dhe mbështetur shumë. Kështu që Drilonën e përqafoj dhe ja them publikisht që e dua shumë, është shumë e mirë. Dhe Drilona më thotë gjithmonë, mirë më i mirë e bëm me këtë, po të shikojmë ato na e pëlqej Geri. A doja vërvulën. Mbas një eksperiencë shumë gjatë, me të gjitha sfidat e veta, pjesën e bukur, emocionet e mara, ndaj kujt do ishte mirënjohëse Mirjana sot? Mirënjohëse pafundësisht i jam të gjithë atyre që më dhanë mundësinë për të vazhduar, që janë klientët. Të gjitha ata njerëz, sepse në fillim të podcastit unë e përmenda, edhe nuk dua që ta ripërmend përsëri, por sigurisht çdo kush duhet jetë falënderues familjes nga vjen, edukimit, aq më shumë që unë i kam pas vërtet mrekullueshëm, gjithkusht kështu thot për prindët e vet, por të gjithë ata që i kanë njohur prindët e mi, besoj se nuk shtoj asgjë, por shumë mirënjohëse klientëve dhe të gjithë atyre që kanë ndarë jetën e tyre dhe kanë punuar në stafin që unë kam drejtuar prej shumë vitesh. Pra të gjithë ata njerëz që kanë dashur të jenë pjesë e ekipit të kompanisë që unë kam drejtuar. Mund të them këtu në lidhje me këta pse duhet i respektoj dhe jam mirënjohëse. Ka patur që kanë punuar 25 vite bashkë me mua, një ndër këto është e Drilona dhe shumë të tjerë që kanë qenë që e din ata se kush janë, kështu që kjo është shumë mirënjohje, them drejtën. Sepse nëse ti vazhdon do të thotë që ty po të ndjekin dhe kush janë ata që të ndjekin klientët. Kjo është mirënjohja për ata që na sodën në jetë, që na edukuan, që na lejuan ta bëjmë këtë punë, që na ndoqën dhe që pranuan të punojnë me neve, njerëzit që erdhën nga të gjitha rrymat, familjet dhe që u bën pjesë e ekipeve tona. Edhe për Revon, dhe pse unë nuk jam pjesë më drejtuese e saj, po janë fëmijët e mi, unë gjithmonë jam falënderuese për të gjithë ata njerëz që ndajnë jetën e tyre me kompaninë tonë. Është gjë shumë e madhe. Dhe të gjithë ata që na ndjekin me të gjitha eksperiencat që neve sjellim, për të zbukuruar jetën e kujdo, është gjë shumë e bukur të mendosh, të krijosh dhe të ndjeken. Është shumë e bukur. Unë e them me shumë pasion sepse kështu e ndjej.
Unë shkoj me shumë dashuri kur dëgjoj diçka që po është bërë diçka e re, shkojmë ta shohim. Edhe më thon, keni gjë për të, më vjen shumë keq që më shikojnë me syrin e kritizerës, por shumë mirë ti je kritizer. Është shumë mirë. Është keq kur nuk je. Është keq kur nuk je. Merr ha çfarë dali përpara. Duhet të jesh ndoshta është personale, kështu që nuk duhet paragjykoj askënd. Folëm paksa, por doja që të më shtjelloje pak më tepër se si ishte kjo pjesa e biznesit përtej kufirit shqiptar. Nuk e di pse unë nuk e kam hasur shumë këtë, po do doja, jam kurioze, do doja të dija. Po vjet në verë, ne hapëm edhe një restorant tjetër në ishullin e Parosit. Është një risi shumë e bukur, do thoja, për kompaninë tonë dhe për biznesin shqiptar. Them që është kurse jemi ne të vetmit që kemi hapur biznes për te kufive të Shqipërisë, por dhe që jemi shtuar këtij ekipi njerëzish që hedhin hapin, hedhin shtrinë dimensionet e tyre jashtë Shqipërisë, është gjë shumë e bukur. Në Paros, restoranti është pagzuar me emrin Zoe. Zoe në greqisht do thot jetë. Që jeta vazhdon në Paros. Përtej dhe Shqipërisë. Të gjitha ata që na ndjekin në rrjetet sociale dhe që janë klient besnik të gjitha brendeve tona, patjetër që mund ta dinë, po për ata që se dinë, i ftojmë që të shkojnë dhe ta vizitojnë, sepse vërtet është me një kuzhinë shumë elegante. Ka shumë nga kuzhina greke, ka shumë nga estetika dhe nga dora kuruse e Revos, dhe mund të them vetëm kaq që ta vizitojnë, sepse Parosi është një ishull shumë i bukur, përveç se, por i është shtuar dhe një restorant shqiptar që nuk është gjë e vogël, të drejtën, është goxha. Dhe themi dhe dëshirojmë shumë që të shkojmë dhe në Itali me brende të tjera, por për podcastin kaq duhet të them. Në fakt të falenderoj që ndave gjithçfarë se duam së bashku. Se fundit po flasim për gjëra të bukura. Absolutisht, në mënyrën më absolute, gjëra të bukura, gjëra që frymëzojnë, modele që ne kemi nevojë të shohim, ti dëgjojmë, por edhe ti prekim, kështu që urojmë që të ketë sa më shumë njerëz me dëshirë dhe me dashuri për punë, se kush punon me dashuri dhe me dëshirë të madhe bën gjëra të bukura. Ne kemi nevojë të ndajmë. Jeta është e bukur me energji pozitive, me gjëra të bukura. Kemi shumë dëshirë dhe ne si femra kur blejmë një gjë të bukur, themi pra me lule. Jeta është me lule dhe të gjithë neve me mënyrat tona e bëjmë atë shumë të bukur kur bëjmë gjëra që janë që na e zbukurojnë ditën. Aq më shumë dashuria vjen nga stomaku, kur sjellim gjëra të bukura, ushqime të mira, të shijshme me vende të bukura, sigurisht jeta bëhet më e bukur. Të falenderoj jashtëmase shumë Mirjana për gjithë çfarë rrezaton. Shumë faleminderit dhe ty që më bëre pjesë të podcastit tënd. Falenderoj dhe shumë suksese. Suksese dhe ty gjithashtu. Gëzuar për vazhdimin tënd. Faleminderit. Edhe për bukurinë e jetës. Gëzuar.